Në vim të informacionit paraprak të dhëndje lidhur me aksidentin tragjik të ndodhur në aksin rrugor Shkodër-Koplik në fshatin Grizhe, ku përfshin disa automjete dhe humbi jetën një person, policia ka vënë në pranga shtetasi Name, 24 vjeç banues në Itali, për veprën penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Seksioni për hetimin e krimeve ndaj pasurisë ndaloi shtetasin EB, 23 vjeç banues në Shkodër, pasi gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë arrest më burg për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit dhe prishja e qetësisë publike. Gjithashtu, këtij shtetasi gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Gjithashtu, specialistët e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit. EB, 77 vjeç banues në fshatin Trush, pasi dje në Velipoj duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin RR, 64 vjeç, banues në fshatin Req, dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë është dëmtuar lejt shtetasi RR, i cili pasi mori mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër është larguar në banesë. EM, 48 vjeç banues në fshatin Bardhej, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LP, 46 vjeç, pronari një subjekti, pasi dje duke ndihmuar shtetasi PD, 73 vjeç, ky fundit ka rrëshqitur në një pedan dhe ka rënë me kokë dhe si pasojë ka ndëruar jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Malësia Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit SD, 18 vjeç banues në qytetin Koplik, pasi gjatë kontrollit në banesë nga shërbimet e policisë, ju gjet një shkop druri si ata të bejsbollit, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. FT, 34 vjeç, MT, 45 vjeç dhe NT, 40 vjeç, të tre banues në fshatin Req, pasi në fshatin Razë, me pretendimin se është pronë e tyre, dyshohet se kanë dëmtuar gardhin rrethues të një sipërfaqeje toke në pronësi të shtetases MQ, 61 vjeçe, banuese në fshatin Req. Materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.